Plumbat i morën Axhën, por jo forcën e saj. Eliona Binakaj rikthehet pas dhimbjes me një mesazh që prek zemrat. Pas disa ditësh heshtje dhe tërheqje nga rrjetet sociale, finalistja e Big Brother VIP Kosova, Eliona Binakaj, ka vendosur të flasë dhe të ndajë me publikun gjendjen e saj pas humbjes tragjike të Xhaxhait. Kjo periudhë ka qenë një nga më të vështirat për të, duke e detyruar të largohet nga vëmendja publike dhe të përballet në heshtje me dhimbjen. Megjithatë, rikthimi i saj, edhe pse i kujdesshëm, tregon shumë për karakterin dhe forcën që ajo ka ndërtuar edhe pse ka vetëm 19 vjet. Përmes një mesazhi të ndjer, ajo ka falenderuar të gjithë për mbështetjen dhe ngushëllimet, duke theksuar se çdo fjalë e marrë ka pasur peshë të madhe në këtë moment të vështirë. Jam duke e marrë veten, pak nga pak, shprehet ajo, duke lënë të kuptohet se dhimbja nuk kalon lehtë, por po përpiqet të gjejë forcën për të ecur përpara. Në mesazhin e saj, ajo jep edhe një premtim të fortë, se do të rikthehet dhe se nuk do të dorëzohet. Kjo fjalë e thjeshtë, por e fuqishme, Eli nuk dorëzohet, është kthyer në simbol të qëndrueshmërisë së saj në këtë moment të vështirë. Ky reagim nuk është thjesht një rikthim në rrjetet sociale, por një dëshmi se edhe pas një humbjeje të madhe, njeriu mund të gjejë forcën për të vazhduar.